janë zotin që është lartë. Brenda mbledhjes së Këshillit Bashkiak, tani që ne jemi duke protestuar këtu jashtë zyrave të bashkisë dhe jashtë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, zëvendësi Emiriana Sakos, Elio Jani është shprehur në sallën e Këshillit Bashkiak se dëgjesat janë bërë me banorë dhe sa i ka foto. Dhe ndërkohë, përballje që pati çfarë me qytetarët, nuk ishte as pak e tillë asnjë nga këta qytetarë këtu, nuk ka qenë pjesë e asnjë dëgjese publike, nuk ka qenë pjesë e asnjë konsultimi publik dhe nuk është pjesë e asnjë fotoje që Elio Jani pretendon se këta qytetarë kanë rënë dakord me projektin, kur në fakt dallohet shumë qartë që të gjithë qytetarët dhe 74 dhe 100 familjet e tjera janë totalisht kundra këtyre shpensimeve të padrejta në mënyrë selektive dhe me çmime qesharake. Të gjithë qytetarët tani kanë pasur një përballje me ata këshilltar bashkiak, të cilët në media janë shprehur se i njohin këta qytetarë dhe se i kanë takuar. Ndërkohë, në këto momente që ne flasim, të gjithë anëtarët e këshillit bashkiak që janë shprehur se i njohin dhe kanë takuar këtë qytetar, nuk e njohin dhe as nuk kanë takuar asnjërin prej gjithsecilin prej tyre këtu. Ndërsa në mbledhjen e këshillit bashkiak, anëtarë e këshillit bashkiak gjithashtu është edhe Xhilola Doçi e afërmja e ish drejtori të ysjesit Spartak Kovaçi, të cilit nuk i shëmbet shtëpia, pra cilësohet me të kuqe që objekti nuk prishet dhe ndërtesat në cilat janë brenda truallit të saj cilësohen si me qera. Pra kemi të bëjmë me një konflikt të pastë interesi dhe klientelizmi në të cilin ndodhet ky projekt dhe Këshilli Bashkiak në Durrës. Qytetarët po shprehin mendimin e tyre jashtë mbledhjes, kanë drejtuar pyetje të cilat presin që të marrin përgjigje dhe në rast se nuk do të marrin përgjigje, qytetarët pa diskutim do të përshkallëzojnë protestat dhe do të kërkojnë zërin e tyre deri në fund. Ka më konflikt Kama, urna, shtëpia që nuk prishet, që po prishet shtëpia ime, dhe ke vletore zyrtare e dashur, urna shifa. Edhe thot ke vletore zyrtare për këtë dy kachër, objekti nuk prishet. Do me thësh, shiko sa bukur i kanë kopsit këto. Sa është vlera shpronësimit për pronën tuaj? Për pronën time 64 metra trua, 47 milion lek të vjetë tra. Atere, do kjo të bëj projektin. Të mjapi mua këtu ke ballati, ke shkolla muzikës, një hyrje, një dyqan që nesër ikun. E do kjo? Ja të më nxjerë mua rrugëve kjo. 73 vjeç që të më nxjerë rrugëve kjo. Jo kjo, se mund të më nxjerë edhe VKM-ja e Edi Ramës. Se me VKM-ja kam unë këta. E me VKM pa më merë. Atere, me që Dukati i prite dhe ne kështu do i presim. Spartak Kovaçi, si drejtori i ylqetit, ky është një tim nga Spaku. Edhe tash në tim nga Spaku shkon bob pistikun të qemi shpinën e saj. Po ç'është kjo punë kështu? Sjaron mirë. Spaku ka në tim. Pallatin blen. Shpinë prej saj. Po tash kjo është kjo punë kështu, kjo pislik. Zonjë, ju jeni? Kjo dëgjoj më tash. Unë jam edhe unë një banor nga ato 74 banor që prekemi, edhe unë po i them kryetarit të bashkisë, atë projekti që ka bën le ta kthejë siç ka kthyr të tjerat, projektet e tjera. Megjithatë qofse se kthe, shkoj ta prishje të shtëpiat e veta që ka e ti bëj projektet pa të që të lulish ta bëj tamam si çto ai Mullaraj, që thotë është fantastike. Jo ke shtëpia tona, se shtëpia tona janë 6-7 brezash. E të prish shtëpinë time, atë keqës është gjunaf se janë vetë fillikate me këtë gjona. Për mu i thash, për 74 vëqajimin e këtu, jo, se jemi dushtak tamam, gjithë dushtak jemi. Kurse ato atje janë të ardhur. Se ka kanar nuk e di se deri duhet të fëmi llavet piset, për nuk e temin dot më. Unë kam bler një shtëpi aty te Kalaja, dhe është një ditë me Kalan dhe pallati do prishet komplet. Edhe nuk kam marrë informacion me fjalë çfarë do i vet lera. Unë shtëpinë kam bler 85 milion. Ku do shkoj unë tani? Smurja me zemër, për këtë po kam ardhur në protestë. Më duhet drejtësi, shtëpia të çmuar se ne jemi kundra projektet janë të drejtë. Është vlerësuar. Nuk e di, këto e kanë vlerësuar shumë lirë, ose do japi shtëpia në Kënet. Të ikin Dursakun të Kënet, se kanë bërë pallatet e vetra, nuk e dim se çfarë do bëjmë. Nuk kemi sqarim që pse ku do shkoj. Ta blejmë shtëpinë 85 milionë dhe të ikin për jashtë. Zonjë, ju jeni një ndër banor që do prekeni. Po, unë jam një nga banor që preken, por jemi kundërshtim me këtë projektin, se shtëpia ime prishet e komshiu në gjithë nuk prishet. Nuk e di kush i bën këto projekte kështu, dikush prishet, dikush jo. Jemi në gjithë për 2 metra larg njëra tjetrës, duam që në qoftë se ne ikim, largohemi nga aty, na ta marrim atë që na takon, një banesë, në qoftë se po ndërtohet këtu
Në qoftë se po këtu prishet dhe ke shkolla muzikës, po ndërtohet na japin hyrje ke shkolla muzikës. Na heqin nga aty, se do më na heq kjo sako nga aty. Urdhërohet na japi hyrje. Sa metër katror kam aty të më japi hyrje. S'kemi ku të shkojmë. Në rrugë nuk shkojmë dot.